Përshëndetje të nderuar dëgjues, do të njihemi me shtypin e ditës. Gazeta e parë Panorama për sot si kryeartikull trajton 18 milion dollar të përndjekurit skema e re e dëmshpërblimit. Ministri Veliaj takim në Institutin e të përndjekurve do të përfitojnë të moshuarit mbi 70 vjeç dhe ata që nuk kanë marrë asnjë kost. Mëtej, Legisi, Karagjozllëk i Ramës me blushin dhe majkon jashtë qeverisë do të fshijë historinë e PS-s. Në faqet 2 dhe 3. Përplasja në Lezhë jep dorëheqjen pas betimit deputetja e PS-s. Në faqen 4 vjon. Basha në Kavaj, rikthimet në PD, ndjes reciproke. Në faqen 5. Ish ushtarakët 155 emrat e rinj që marrin pensionet. Listën e plot do të keni mundësi ta lexoni në faqen 9. Zbardhet intervista e panjohur e Hysni Kapos në vitin 1947. Ndërsa në faqet 18 dhe 19 do të lexoni Nipi si e vrau sigurimin në Zagreb, konteshën britanike. Në rubrikën opinioneve sot në këtë të përditshme do të keni mundësi të lexoni Shteti dhe antishteti nga Artur Zhej. Referencat ideologjike të së djathës shqiptare nga Mark Marku në faqen 16. Meritokracia, kush e ka fajin nga Tritan Shehu dhe së fundmi të shpëtosh shoqërinë në faqen 19 vjon. Vijoj tek e përditshmja Standard. Titulli i saj kryesor është Ish të përndjekurit si do të shpërndahen 18 milion dollarët e dëmshpërblimit. Protesta për radikën e ekspertët shuhet dibre madhe nëse devijon lumi në faqen 4. Basha në Kavaj, Rama prodhon tensione në shoqëri, ofendon sipërmarrësit. Në faqen 3 vjon ky shkrim. Sulme në Shqipëri, Greqi e Serbi, krimi kibernetik, arrestohet hakeri 18 vjeçar i AHG-s. Në faqen 7. Thyhet dhe vidhet zyra e PD-s, merren sende dhe dokumente. Në faqen 8. Ndërsa sërish në këtë faqe vjen një tjetër shkrim, sherri për lavatriçen, vrasja 19 vjeçarit në Kamz, arrestohet Maliq Mema. Gjirokastër, kapen me armë dhe drogë, prangosen 2 persona. Sot në Kuvend, ambasadori grek dhe i BE-s raportojnë para integrimit. Në faqen 5. Propozimi, oratorium 2 vjeçar për gjuetin. Në faqen 4, ndërsa në faqen 9 do të lexoni listën e plot me ish ushtarakët. ISSH publikon listën e emrave të 155 përfituesve të rinj. Dhe së fundmi, rrëzohet busti i Nën Terezës në Mitrovic, në faqen 20. Ndërsa e përditshmja Shekulli hapet me kryartikullin Deputetët, firma false për 2000 lekët e komisioneve. Mëtej, Mamuras, plagosja ndodhi në oborin e postës policore. Në faqet 10 dhe 11. Projekt ligji, Lefter Koka të ndalohet gjuetia për 2 vite. Në faqen 6. Enveri porosi Hasbiut në 1981, kujdes nga serbët. Në faqen 18 dhe 19. Genci Kojdeli, si do t'i menaxhojmë kërkesat për punë. Në faqet 14 dhe 15 vjon. Kamës vrau kushëririn 18 vjeç për lavatriçen, pranga 41 vjeçarit. 155 emrat e ish ushtarakëve që ju janë lidhur pensionet, lista e plot në faqen 23. Ndërsa në faqet 16 dhe 17 do të vijon. Rrëfimi i Enijanit, martesa pa shenjë të ri, nëse do të varesha prej saj. Dhe në rubrikën opinioneve sot do të lexoni Drejtësia dhe progresi, raporti i BE-s. 84 vjet nga Kongresi i Shqiptarizmit dhe të shpërndahet Këshilli Ndërakademik për Gjuhën në faqet 7 dhe 8. Vijoj tek e përditshmja Mapo, titulli i saj kryesor për sot është Dëmshpërblimet, ndryshon ligji për të përndjekurit, 2 kategoritë që përfitojnë. Basha, analiza për shkaqet e rrudhjes të jetë objektive dhe pa gjuetisht trikash. Në faqen 4. Pranga në Itali shqiptarit me 3 urdhër arreste. Në faqen 6. Vrau teknikun se nuk i rregulloi lavatriçen, pranga 41 vjeçarit. Në faqen 6 ky shkrim. Ndërsa në faqen 7 do të lexoni Avokati i popullit, qeveria të zgjidh çështjen e toponimeve. Teza liberale, grida Duma, politika të formësoj qartë alternativat e zhvillimit. Ndërsa më në brendësi të këtij artikulli do të lexoni
4 ish zyrtar të ujësjellësit nën akuzë për abuzime me automjetet dhe drafti për reformën territoriale PD e pret me rezerva. Shqiptarët kujtohen, tani flitet kudo për mjedisin në faqen 2. Ndërsa në faqe 10 dhe 11 do të lexoni këto komente, 100 ditët e para të Ramës në IT. Dhe Edi gishtë shpejti me apo jo me 2 fjalë për standardin. Së fundmi, fillon lufta e vetvendosjes kundër kapitalizmit, pra në faqen 10. Kaloj tek gazeta Telegraf. Titulli i saj kryesor sot është "Ja si grabiten me fatura falso milionat e diabetikëve". Dhe mëtej në faqen 3 do të lexoni: Reagon Tanush Kaso. Teatri ka mbyllur derën e dramës shqipe në faqen 14 dhe 15 do të lexoni: Vendimet e BE-s ushqejnë destabilitet në faqen 4. Sulmi grek ndaj Commonwealthit shqiptar në faqen 4 sërish dhe ky shkrim, ndërsa në faqen 5 do të lexoni: Ilir Meta, marrëdhëniet Shqipëri-SBA dhe paragjykimi fetar i BE-s. Katastrofa mjedisore, Kurum po helmon qytetarët e Elbasanit, Agjencia Rajonale Hesht, në faqen 10. Azilantët politik, pajisja me statusin e refugjatit dhe kërkesa për leje qëndrimi, në faqen 20. Drejtësia shqiptare, anarkia e pronës dhe hetimi për shpërdoruesit e saj, konfiskimi gjatë sistemit komunist, tarifat e larta gjyqësore dhe mos ekzekutimi i vendimeve. Në faqet 6, 7 dhe 9. Dhe së fundmi do të keni mundësi të lexoni: Komuniteti Arvanitas në Greqi dhe gjuha shqipe, Berat la gjashlirim me 1000 gropa, në faqe 10 dhe 11. Do të vijoj me të përditshmen shqip, ajo për sot hapet me kryartikullin Analiza falas për 850.000 shqiptar. PDU të hapen bisedimet për çështjen Çame, në faqen 4. Plagosja në Mamuras ndodhi për femra, në faqet 11 ky shkrim. Protesta në Tiranë dhe Peshkopi, në faqen 5. Zhduken 4 skafe të policisë në Pogradec, në faqen 7 vjon. Berlusconi rikthehet në sken marrëveshje me të majtën. Mblidhet kuvendi, nis sot përballja për 21 janarin, në faqen 6. Europa po bëhet histerike nga frika për emigrantët, në faqen 19. Policia bën identifikimin, autori u ngjante trupave speciale, në faqen 10. Futboll, Ibrahimovic, Messi bën gjëra videolojrash, në faqen 22. Bujar Zela, piktori impresionist shqiptar me karrierë në Vjenë, në faqet 20 dhe 21 vjon. Sofizmi Zogajt, pandëshkueshmëria, një e keqe më e vogël, nga Andrea Stefani ky shkrim vjon në faqen 9, ndërsa nga Leonard Boduri do të keni mundësi të lexoni opinionin e tij, dilema qytetarie, më mirë nami se sa syri. Dhe së fundmi, në rubrikën ndryshe do të lexoni: Pse besojmë tek lufta kundër varfërisë, dhe së fundmi, katalanësit shikojnë me zili në Skoci. Vijoj tek e përditshmja e fundit, Panorama Sport për sot hapet me kryartikullin: Halili akuzon, Dede është për burg. Mëtej, Miguel Memelli tek Partizani firmos për 6 muaj. Berisha super, Lazio largon Marketin, në faqen 3. Reagon Egbo, akuzat më bëjnë të qesh, në faqen 6 ky shkrim. Kosova misore, dolli por edhe frik, nga Gëzim Sinemati në faqen 12. Koha për një lidhje të dytë në Prizren nga Ylli Aga, në faqen 12 sërish edhe ky koment, ndërsa në faqet 14 deri në faqen 17 do të lexoni: Balo nderon Sedorfin, Interi në kolaps total. Tërbohet Eto, Chelsea keq trajton djajt e Moyesit, në faqen 18 dhe 19. Barça ngec me Levanten, Reali një pikë larg, në faqen 20. Klopp, këshilla nga Henkes për ndeshjet në Europë, në faqen 21 dhe së fundmi, kushta FSHF i dënoi qëllimisht vlonjatët, në faqen 9 vjon. Ishin këto titujt kryesorë të gazetave për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Mirëdëgjofshim.